Tashin alert të bëjmë një analizë pak më sofistikuar se sa kjo. Kjo ka të bëjë me përqindjet që do marrë njëra partia dhe tjetra. Sofistikuar se sa kjo, të lutem. Pra, se doja të mbaroja dhe anën tjetër të medaljes, po ti ke mendje vetëm nga njëra anë. Qëndron tek e Ore, ti thjeshta. shikon vetëm anën roz. Jo, qëndron. Unë dua të shikoj çik dhe anën blu. Mos i vetëm ke roza. Pra, unë po them zonja Duma që lista që ka bërë Rama, duke qenë par excellence një njeri i intrigës politike, është lista më e mirë që kemi parë, që kam parë unë të paktën në këto 33 vjet demokraci ose tranzicion. Ndoshta duhet shihej më tepër. Tani, po nuk isha kaq i madh sa ty çfarë të shikoja unë, kur isha 90 vjeç isha. Po do të dëgjoj ty që të më hapësh pak horizontin. Tani shkojmë te lista e Partisë Demokratike. Kjo listë është lista më e keqe që ka bërë Sali Berisha përfshirë dhe intrigat politike. Pse? Sepse nëse Rama e shkartis andej personazhet mes atyre që janë tashmë të djegur dhe duhen flakur, por duhet na japi dhe pikën e fundit të gjakut, me ata që do digjen shumë shpejt dhe me disa të rinj që janë të planifikuar të digjen për 2-3 vjet deri nga 2029, sepse kjo furrë e qeverisjes Partisë Socialiste do të hajë mish të gjallë. Dhe prandaj edhe janë 3 breza. Tani këtu janë të gjithë të vdekur. Këtu nuk e çfarë djeg. Pse? Pse? Sepse këtu Berisha ty të vjen të paktën në pjesën e mbyllur të listës me të njëjtat emra që ka ardhur bashkë 2021-shin, unë ta thash dhe në emisionin e kaluar kishim debatikas demokratik këtu që idheshin përpjet. Madje më shumë u hodhën përpjet kur unë thash Josefina Topalli në Tiranë, disa prej tyre thanë, "Jo, s'është në Tiranë, ti po gënjen, ja ku e ka në Tiranë." Fiksisht ta lexova unë listën. Kjo ngjan listës së Bashës? Kjo këtu është lista e Bashës, ose lista e Berishës i cili fshihen mbas Bashës. Tani ka disa emra, po jo të gjithë. Janë ata janë pra. 2017 me Po ka disa emra, po jo të gjithë. Vazhdon, përveç se janë 3-4 që e ka lënë metës ai. Josefina Topalli ka pasur parti tjetër në 2021-shin. Nuk ka. Teti Blushi s'ka qenë, Klevis Balliu s'ka qenë. Erisa Xhixho s'ka qenë. Edhe Josefina Palonga ka qenë Durrës. Edhe Josefina Topalli e PD s'ka qenë gjithsesi. Po tani ajo që kjo listë ndryshon nga lista tjetër është që kjo është listë pa rregulla. Sepse këtu Sali Berisha talli të ndënjurat me nderen me këta të gjithë. Pse? Sepse ju vinte rregulla dhe pastaj i ndryshonte rregullat. Ju tha, dilin në primare të shikoj njërë sa e keni forcën, dolën në primare këta të shkretët, u bën copa, filluan dhe u zun dhe me njëri tjetrin. Morën vota dhe ata që morën më shumë vota në primare, ai si futi fare në listat e mbyllura, dhe jo vetëm që si futi në listat e mbyllura, po tha, unë kam komplet tjetër ide për atë që unë dua të drejtoj partinë. Tani kjo më ngjan me ata, prandaj thash këtu s'ka asnjë të gjallë për tu djegur, më ngjan me ata perandorët kinez, që kur varroseshin me një ushtri të tërë prej terrakote, prej balte, dhe ajo ushtri i shoqëronte ata në botën e përtejme. Këtu, e dashur Grida, të gjithë këta janë të trishtuar sepse kanë kuptuar që kjo nuk është një listë shprese, por është një listë frike. Pra, nëse Berisha vendos këta emrat sigurt dhe të gjithë të tjerët i lë jashtë, është sepse ai do që ta forcoj partinë, e ka vendosur vetë që nuk do të fitojë, e di që s'do të fitojë, dhe do që mbas humbjes, ata të cilët do të jenë në listat sigurta dhe me shumë mundësi do të kalojnë, të mos kenë asnjë guxim të paktën minimalisht të kërkojnë dorëheqjen. Që kjo është lista, po të them unë ty, më e pashpresë që Partia Demokratike ka vendosur. Unë do doja të ishte e kundërta, do doja që Partia Demokratike të na sillte një listë me shpresë dhe Rama të kishte një listë frike, ndërkohë që për çudinë time prapë vazhdon që Rama ta shpiki dhe ta rishpiki gjithmonë vetveten në cinizëm, në ligësi, në makiavelizëm, ndërkohë që Berisha mbyllet në bunker me ushtrinë e tij prej balte. Mbajtëm listën e Tiranës, se sigurisht lista e Tiranës është, le të themi, imazhi më i madh dhe më i rëndësishëm i fushatës. Tani, e përbashkëta këtyre listave është fakti që ato janë vullneti, domethënë, të dyja, pavarësisht se Partia Demokratike bëri primare dhe u përpoq të bënte një proces etj përpara se të shpallte listën, domethënë primaret nuk u përfaqësuan, pra ata fituesit e primareve nuk u futën në listat e mbyllura ose nuk patën ndonjë peshë në mënyrën se si u bën. Kështu që nga kjo pikpamje, edhe Berisha dhe Rama, domethënë nga kjo pikpamje e të themi të hapjes së partive ose të demokratizimit të partive, këtu nuk mund të flasim fare. Pra, to janë dy lista, domethënë të vullnetit të dy kryetarëve të partive me strategji të ndryshme elektorale. Pra, Rama ka bërë një
listë që mund quhet lista e një makinerie elektorale, e menduar me lapse me letër deri në detaje, ku në listën e mbyllur përveç vetes së vete dhe 2 drejtuesve politik janë futur personazhe nga kabineti qeveritar ose të rinj, siç kemi Ilva Gjuzi, Iris Luarasi apo Erion Malaj, të cilët nuk kishin mundësi pjesa e listës jo drejtuesve politik, nuk kishin mundësi të futeshin në terren dhe të merrnin vota, të mblidhnin vota në terren. Kjo bëhet jo vetëm për këtë arsye, por edhe për faktin për të bërë atë, si thuaç, atë logjikën që ka Rama për të ndryshuar, për të dhënë një imazh, për faktikisht një imazh i rrem ndryshimi, sepse kjo nuk tregon ndryshim, por është thjesht një strategji elektorale për të futur, sepse domethënë tashmë që shohim këto 2 lista e kuptojmë që sistemi elektoral është gjysmë proporcional, gjysmë majoritar. Të gjithë deputetët, të gjithë personat në listën e hapur futen janë në zonë majoritare, do konkurrojnë për të marrë vota për partinë dhe vota personale. Dhe pastaj pjesa tjetër e listës së mbyllur janë futur të gjithë përfshirë politikanë karriere në Partinë Socialiste dhe ata që kanë postet më të fuqishme në administratë. Pra, është ndërtuar një makineri e tillë elektorale për të marrë, pra, në mënyrë që ata të jenë dhe në garë me njëri tjetrin dhe me garë me kundërshtarin dhe për të maksimizuar pafund votat për Partinë Socialiste dhe aty do të thash do të një gara do të jetë praktikisht kjo është gara. Gara do të jetë kjo e Tiranës, kryesisht sepse aty mund të dalin, kanë mundësinë Partia Socialiste të nxjerrë më shumë nga lista e hapur dhe kuptuar edhe garën se si ndodh. Kurse strategjia e Partisë Demokratike dhe Berisht është komplet e kundërta. Pra politikanët e karrierës mbyllen në listën e mbyllur, ndërkohë që më shumë pritet nga opozita që do të marrë pushtetin, do të sfidojë një pushtet 12 vjeçar, ndërkohë që do të bënte kompromise me shoqërinë, aty për shkak mund të kishte në listën e hapur, mund të bëj jo eksperiment, por mund të jepej prova hapjeje, mund të gjendeshin personazhe publik që kanë mbështetur Partinë Demokratike ose që kanë kundërshtuar qeverinë nga shoqëria, pra të kishte një mundësi, të kishte një përpjekje, nuk ka asnjë përpjekje për të bërë një kompromis me faktorët e shoqërisë. Përkundrazi është një mbyllje brenda, pra ruajtje elita e partisë merret dhe futet në listën e mbyllur, por kryesisht elita e kësaj partie që është, pra hierarkia e kësaj partie që është, merren dhe elita është fjalë besoj kërkon përcaktim tjetër. Dakor, mund të thash elita e Partisë Demokratike këta janë, domethënë ata janë praktikisht ata që përgjigjen apelit ke Rubica. Një sekond. Këta, që të themi të vërtetën, ata shumica prej atyre janë politikanë karriere. Dhe janë politikanë që jo vetëm nuk e kanë karrierën thjesht sepse janë besnik të Sali Berishës, por sepse e kanë bërë kanë punuar dhe vetë, por nuk është kjo e rëndësishme. Besnikëria ndaj Berishës. Sigurisht, patjetër besnikëria ndaj Berishës është kriteri numër 1, po do të thotë që ata janë dhe politikanë karriere, nuk mund të themi që unë ta bëra këtë ndërhyrje Beri se mendoj që ke elita e një partie, nuk hyn vetëm ata që e kanë kriterin numër 1 besnikërinë. Prandaj tash elita është jo kriteri numër 1 është besnikëria. Prandaj po them hierarkia e partisë. Por ne nuk mund të themi që Berisha nuk ka futur në listën e mbyllur një nga drejtuesit kryesor antar, pra një nga figurat kryesore që ka pas në grupin parlamentar, që ka lërë përkundrazi, ka rikthyer Josefina Topallin e tjerë. Pra logjika është kjo që ndërkohë që këta deputet, pra kjo elita e partisë që unë e quajta, në vend që të dilte dhe të dilte në listën e hapur, pra nëse këta do kishin, se këta do të kenë besim të parët që do të fitojnë. Edhe dilin në listën e hapur dhe të përballeshin me kundërshtarët e tyre në listën e hapur, janë mbyllur aty dhe po të shikosh listën e hapur të Partisë Demokratike,